Drejtori i shkollës Halil Brahaj ka deklaruar se vendimi është marrë në bashkëpunim me Këshillin e Prindërve, pas kërkesave të shumta nga ana e tyre. Ai ka theksuar se gjatë muajve maj dhe qershor, nxënësit marrin pjesë në shumë aktivitete jashtë klasës, përfshirë ekskursione, vizita mësimore dhe aktivitete sportive që rrisin nevojën për mbulim më të lartë sigurimi. Drejtor, a mund të na tregoni se si qëndron situata me pagesën e sigurimit në shkollën pavarësia këtu, pra a është shuma 1 euro apo 2 euro? Prindërit do të paguajnë 1 euro për muaj për secilin nxënës. Për muajin maj dhe qershor. Për 2 muaj mësimor që na kanë bërë deri në fund vitit shkollor, paguajnë 2 euro. Ndërsa nga shtatori do të kategorizohen nxënësit të cilët edhe do të lirohen disa prej kategorive, nxënësit që janë me asistencë sociale, fëmijë që janë më shumë se 2 fëmijë në shkollë, edhe te këta do të ketë pastaj lehtësira, pastaj fëmijët e cilët mund të jetojnë vetëm me nënën, po ashtu do të jenë të liruar e kështu me radhë. Tani më ka filluar pagesa dhe përfaqësuesit e prindërve të secilës klasë ka filluar grumbullimin e pagesave për sigurimin e shkollës. Pse është për e nevojshme të ketë sigurim në shkollën pavarësia? Kjo është iniciativë e prindërve. Prindrit kanë parë më shumë të nevojshme që në hapësirën e jashtme të shkollës të ketë sigurim të shkollës. Për brenda natyrisht që nuk ka nevojë, sigurimi në shkollën pavarësia do ta ketë kontrollin vetëm në pjesën e oborrit, për të parandaluar çfarëdo incidenti që mund të ndodhë në pjesën e oborrit, por edhe gjatë pushimeve të gjata dhe kur është koha e 2 ndërrimeve, sigurimet dalin edhe tek porta e oborrit për të pa grumbullin e njerëzve që janë prindër, nxënës apo personat të tjerë. Pra, punojnë gjatë tërë kohës kur nxënësit janë në shkollë, prej orës sa deri në sa? Po, sigurimet janë para se të fillon procesi mësimor. Sigurimi është para orës 7 vjen në shkollë deri në ora 17:30 në të njëjtën. Në të premten përfundon 1 orë më herët, nga se klasat e nivelit të fillor kanë 4 orë mësim dhe përfundojnë mësimin 1 orë më herët. Prandaj sigurimi të 2 rojet janë gjatë tërë procesit mësimor, janë prezent në hapësirën e shkollës, në oborrin e shkollës. Po gjithsesi sa është numri i nxënësve në shkollë? Numri i nxënësve është rreth 1900. Po, a mund të na tregoni se ka pasur më herët ndonjë incident që është regjistruar në shkollë edhe që është para arsyeshme të shtohet siguria? Brenda shkollës, dhe oborrit të shkollës, jo. Incidente të natyrave për të intervenu policia nuk ka pasur. Ka mund të kenë alarme që të thrasin nxënës, prindër apo qytetar të ndryshëm të thrasin policinë nëse kanë pa ndonjë përleshje të nxënësve në obor ose jashtë oborrit të shkollës, mirë po neve nuk kemi pasur asnjëherë ndonjë rast si nevojë për të thirrur policinë për shkak të përleshjeve të nxënësve. Jashtë dyrëve të oborrit të shkollës, natyrisht mund të ketë, se ato mund ndodhin kryesisht jashtë. Ideja e këshillit të prindërve është që edhe brenda oborrit mos ndodhin incidente eventuale. Sipas drejtorit Brahaj, qëllimi kryesor i këtij vendimi është që të sigurohet mbrojtje më e mirë për nxënësit në rast të ndonjë incidenti gjatë këtyre aktiviteteve. Ai ka shtuar se shkolla nuk përfiton financiarisht nga ky ndryshim, pasi shuma e mbledhur do të përdoret ekskluzivisht për sigurimin dhe shërbimet përkatëse që lidhen me të. E rëndësishme është edhe mendimi i stafit, pra mësimdhënësve. Sa kanë qenë optimist pikërisht për këtë vendim? Këtu mësimdhënësit
as nuk janë pyet fare, sepse është iniciativë e prindërve. Mësimdhënësit nuk kanë fare ndikim në këtë proces. Këshilli drejtues i shkollës si organi më i lartë, ato janë edhe 4 përfaqësues nga mësimdhënës, edhe 4 nga prindërit dhe natyrisht edhe ata përfaqësues të mësimdhënësve e kanë mirëprit. Mirë po, ata nuk janë vendimarrës në këtë, po janë këshilli i prindërve. Ata janë që kanë vendosur që shkolla të ketë dhe ata mund të vendosin që po supozojmë dikur edhe mos ketë nevojë për ta. Prindërit kanë shprehur mbështetje për këtë iniciativë duke parë si një masë shtesë të kujdesit për fëmijët e tyre. Shumica prej tyre kanë theksuar se përkundër rritjes së përkohshme të kostos, ata ndjen më të sigurt duke ditur se fëmijët e tyre janë të mbikëqyrur dhe të sigurt gjatë periudhave ku më shumë lëvizje ka dhe aktivitete. Rrjeti i prindërve të Kosovës përmes një përgjigjimi me shkrim kanë potencuar se janë dakord për këtë vendim. Kjo është një situatë komplekse me disa këndvështrimet që ne si komuniteti i prindërve duhet i marrim në konsiderat. Propozimi i shkollës, apo thënë më mirë i këshillit të prindërve të shkollës, siç është deklaruar menaxhmenti i kësaj shkolle, për të angazhuar sigurim fizik me qëllim rritjen e sigurisë së nxënësve është padyshim një synim pozitiv dhe i mirëpritur nga të gjithë. Dhe në përgjithësi ne jemi dakord për çdo mas të marrë që rrit sigurinë dhe mirëqenien fizike dhe mendore të nxënësve apo parandalon përkeçimin e tyre. Ndryshe, ky vendim pasqyron një çështje të kujdesshme dhe bashkëpunuese midis shkollës dhe prindërve, duke vënë në plan të parë sigurinë dhe mirëqenien e nxënësve. Në të njëjtën kohë, vendimi paraqet gatishmërinë e institucionit arsimor për të dëgjuar dhe për t'u përgjigjur kërkesave të komunitetit shkollor. Ndryshe, ky vendim pasqyron një qasje të kujdesshme dhe bashkëpunuese midis shkollës dhe prindërve, duke vënë në plan të parë sigurinë dhe mirëqenien e nxënësve. Në të njëjtën kohë, vendimi paraqet gatishmërinë e institucionit arsimor për të dëgjuar dhe për t'u përgjigjur kërkesave të komunitetit shkollor. E tani të dashur miq, po